Po këtë sfidë e kanë ditë familja, apo e ke mbajt vetëm ti për vetën tonë, je mbyll për në vetën tonë dhe e ke vuajtur? Unë kam qenë person, jam edhe ende që nuk diskutoj dhe nuk kam diskutu shumë me familjen për këto probleme dhe këto sfida. Jam mundu gjithmonë me qenë koherent, ka pas vitet shkollës fillore ku nuk kam pas asnjë mungesë. Kam qenë shumë korrekt me këta, jam mundu që këto rezultatet atu që i kam pas, në fakt, m'ja prezentu familjes. Pavarësisht që edhe rezultatet kanë dikuar shumë, nuk ka qenë që unë nuk kam arrit me pas mendim temin, ndoshta mënyra se qysh më kanë perceptu mësimdhënësit ka kriju edhe një rezultat jo të kënaqshëm për mua, edhe tani kur kthehena në retroperspektive shoh që kanë ndikuar shumë. Nuk kam bisedu me asnjërin prej anëtarëve të familjes, ndoshta në fakt prindi kur ka shku mi pa rezultatet, ka pas ndaj diskutim me mësimdhënës për këtë çështje, po secili mësimdhënës ka lavdu sjelljen tëm shembullore, po nuk ka tentu asnjëherë me inkuperu dhe me zgjidh këtë problem. Kjo ka qenë një ndër pengesat kryesore të mia, që mendoj që secili prej mësimdhënësve nëse e sheh një situatë tillë, duhet me ofru zgjidhje dhe me inkuperu brenda grupit, e jo me kriju një përjashtim, për shkak që nëse krijon një përjashtim janë dy raste ku individi nuk është i nevojshëm më për shoqërinë, për rrethin, për shkollën, për institucionin, edhe në rastin e dytë ku përjashtimi bëhet i detyrueshëm, meqense ai ka një mendim i cili argumenton, po është i dëmshëm për rrethin, është i dëmshëm për shoqërinë, është i dëmshëm për tjerët. Unë të dyat nuk mendoj që i kam pas, meqense jam kanë fëmijë, edhe mënyra se çush ata më kanë përjashtuar, mendoj që ka qenë e gabuar, edhe mendoj që secili mësues që s'paku ka shkollimin e tanishëm mes me kriju një diferencë theksume me nxënësat që janë njëjtën situatë, njëjtën formë, secili ka një shtytje që e bën drejtë që kjo situatë. Secili prej neve ka pas një arsye pse në çet situatë. Nuk e ka pas asnjëri prej neve në fakt vetë pse kem dashur me kon dallueshëm prej tjerëve, pse kem dashur me qenë në qendër të vëmendjes. E kem bë pse jem ndjeq ashtu pse rrethi nuk na ka pranuar të tillë. Ju kujton ndonjë moment i vështirë përveç nga shokët dhe shoqet që ke qeni anashkaluar ndonjë moment nga mësimdhënësit që e ke pa që tu ka bën një padrejt, një shkelje, një mos përqëndrim sa i përket anës tone që kur e ke thonë një fjalë, një farë forme nuk është vlerësue edhe të ka mbet akoma e kujton edhe nuk ndjesh mirë. Përveç kësaj, kam rastet të kfjellta prej shkollës fillore ku kom pas për mos paraqitjen tem në mënyrën se çush ka dashur një mësimdhënës, kam pas edhe abuzim mbi tij. Kjo ka qenë një kujtesë që mua nuk më shlyhet, ka qenë klasa e parë e shkollës fillore, edhe prej asaj periudhe unë e mbaj ende në kujtesë, me mësimdhënës që nuk jeton më, po ende kam të freskëta kujtimet atij momenti, me arsye që nuk ka qenë diçka që unë kom dalë kundër rregullave, kundër strategjisë ose rregulloreve të shkollës. Unë thjesht kam pas një problem të cilën nuk është as problem mjekësor që duhet trajtohet me një specialist caktuar, thjesht ka qenë më shumë emocional, më shumë mënyra se çush unë jam qasë dhe çush jam ndjej përjashtuar mbi mase. Individët, profesorët përveç asaj nuk më kanë leju shpesh në fakt ose më kanë përjashtuar me idenë që duhet me pas një notë kaluese vetë pse ky nuk flet ose ky nuk është i sjellshëm ose nuk e prish orën ose diçka tillë. Kjo më ka ndikuar jashtëzakonisht negativisht për shkak që nuk kanë kërkuar mendimin tim, nuk e kanë kërkuar mënyrën se çush unë e shprehna, nuk e kanë kërkuar me bën një indikator vlerësues të rezultatit që unë e kam, po thjesht kanë paragjykuar me idenë që ku të paragjykojnë ndaj meje, krijojnë një farë rezultati jo të kënaqshëm për mua. Në atë kohë ata nuk e kanë brejt, ndoshta unë kam qenë për një notë më të lartë realisht, por shpeshherë ka pas notë kaluese vetë pse unë kam sjellje shembullore. Për mua sjellja shembullore dhe vlerësimi real duhet me qenë i diferencueshëm. Ndoshta një notë mundet me ndiku edhe në gjatë të vlerësimit për shkak të sjelljes edhe korrekcisë që ke pas brenda ore. Po mendimi jam është që vlerësimi duhet me qenë i dallueshëm prej sjelljes shembullore. Këtu e mendoj që kanë kryesisht ky diferenca që kanë kriju mësimdhënësit ndaj meje. Sa e ke vujt këtë pjesë? Në periudhën ku e kom shty procesin përpara, ku kam qenë fëmijë edhe thjesht nuk e kom ditë se çka dojnë me thonë disa terma bazë që tash i di, ka qenë jo shumë e vojshme. Mendoj tash po nëse i kthejmë retroperspektiv, shpeshherë mendoj, shpeshherë jam brenda që aty në situata edhe mendoj se si tjerët munden me u ndje njëjtë.
se si tjerë të munden me konë situata tilla. Kam vujt edhe vuj ende në fat prej situatat që më kanë kalu. Thjesht është një periudhë e jetës ku krejt atu që ka ti ke shty përpara, kthehen në një këndvështrim krejtësisht tjetër. Kthehen si ngarkesa, kthehen si emocionet pa përpunume, e që ti duhesh me i përpunu. Po për me i përpunu ato, duhet një kusgjatje jashtëzakonisht e lartë për me arritin në nivel dëshirueshëm individi. Po sa ka qenë vështirë për ty të njëjtën kohë me pas arritje të shkëlqyeshme në shkollë dhe të njëjtën kohë mu ballafaqu me gjitha këto? Ka qenë jashtëzakonisht, më ka qenë nëse i kthejmë retroperspektivë, ka qenë ndoshta tash kishte qenë e pamundur kohën edhe mënyrën se çush jam aktualisht. Ka qenë një, siç e thash më parë, një bindje jeme individuale që duhet me qenë një suksesshëm, duhet me dalë prej asaj paragjykimit, përjashtimit që e kanë kriju vetë se rrethi e kanë kriju ndoshta jo veç rrethi që nuk më ka njoft, kanë kriju edhe rrethi që mu më ka njoft, kanë kriju një paragjykim tillë për shkak që e kanë në një formë mendoj që e kanë keq përdor mënyrën se çush unë kam qenë në atë periudhë. Keqpërdorimi i kësaj mënyre se çush unë kam qenë atë kohë ka kriju edhe një hendek mes asaj që njeri duhet me qenë i suksesshëm, me pas rezultate të mira, edhe në njëjtën kohë do të mu përballë me një lloj paragjykimi i cili atëherë ka qenë shumë më i vrarë se sa nëse një paragjykim bëhet për një person mallor. Një paragjykim për një person mallor, po flas për rastin tim në moshën që kam aktualisht, është më i përballueshëm. Për një fëmijë është shumë më i vrasht, shumë më i lëndueshëm, shumë se fëmia nuk ka që ka me arrit me përpunu mirë emocionet, me përpunu mirë fjalë që i thuhet. Ndoshta nuk i ka ditas në kohën ku po flas unë për këtë lloj dukurie, ndoshta edhe mësuesat edhe nxënësat në këtë rast nuk kanë ditas me bë leximet e para në fakt, nuk kanë ditas me lexu edhe me kon të pavarur në këtë aspekt. Çka mendoni në këtë aspekt, kush i ka fajet prindrit që ndoshta nuk e edukojnë një fëmijë sa duhet me qenë një fëmijë më i përgatitur, mu ballafaqu me njerëz ndryshëm edhe nëse e takojmë me një person me aftësi të kufizuar, do ta përgatisim fëmin se si do të mos sjell ndaj tij apo mos me bëni një sjellje të çuditshme që personin fjalë me bëmu një keq, e sidomos në rasti jot që thjesht ke qenë një djalë i shkëlqyeshëm, ke vazhdu shkollën, ke qenë shumë i sjellshëm edhe mu bullizu. Unë mendoj në këto raste që më shumë prindrit i kanë fajet se duhet të punojnë më shumë me fëmijët që fëmijat jetë më i përgatitur, se shpesh herë ne jemi prind vetë edhe kërkojmë nga mësimdhënësit, nuk pe edukon apo nuk pe mëson fëmijën. Unë mendoj që 80% prinde duhet me eduku fëmijën, e 20% është shkolla, për shkak se ne kohën më të madhe duhet me fëmijë me kalu. E sidomos kur bëhet fjalë te këto tema të tilla, te bullizimi, te anashkalimi i shoqënisë, unë e di edhe fëmia e mi që janë në shkollë ka pas raste të tilla kur më ka tregu djali, kështu e kam një shok edhe i kam thonë, djali jam nëse askush nuk qëndron me atë shok, të lutna ti afrohu edhe ti qëndron me ta. Thjesht, ti mendon ndryshe se krejt tjerët, edhe mendo veten që ti je qaj personi. Kështu që në këtë rast besoj që duhet prind me punu ma shumë me fëmijë, e sidomos ne çuditëm tash thojmë po bullizon, faktikisht bullizimi çdo herë ka ekzistu, po ne nuk e kemi ditë edhe fjalën bullizim, po me të vërtet tash viteve të fundit e din edhe vet është shumë i shprehun që ndodh që i bën edhe nxënësat me ron depresion. E me të vërtet kjo është shumë e ron. Të e marr parasysh që edhe në shkolla tash veç i kanë dërguar edhe psikologët, po prap edhe kjo është shumë pa efekt. Pse është pa efekt? Kur unë e di një rast në shkollë që është kanë mu trajtu te psikologja, edhe imagjino, psikologja nuk ka drejt me marr nxënësin pyetje për shkak se dy prind duhet me jap në shkrimin që ajo do të me marrë në pyetje, pse do të me jap prind? Unë mendoj që një nxënës, një shkollë, kur e bën një veprim të patolerueshëm, mos të thëmë jo normal, atëherë do të mu trajtu. Besoj që edhe në vendet tjera merret psikologu me ta, se asnjë prind se na kem krenari shumë të madhe. Na mi thonë me trajtu fëmijën te psikologu, thotë unë nuk e kam fëmijën e çmendur. E kjo është shumë e keqe, se na mas pari na prind e kem atë krenarinë e madhe. Unë jam në rregull, fëmia është në rregull,
po nuk kanë rregull zotni, derisa tjetrin e bën me ranë depresion, derisa tjetrin e ofendon në mënyrën më të keqe të mundshme, ti vetë e ke përjetu, edhe ndoshta që ato pasoja, pavarësisht që ti nuk je dorëzu asnjëherë, ke vazhdu që ato pasoja të ti ndikojnë, vetëm kur dikush flet për shkollën fillore apo të mesme, ty ndoshta të rrëqethet trupi, thu e çat kujtoju në pi shkollës. E me të vërtetë është shumë e rëndë dhe do të më marr shumë masa krejt në këtë aspekt. Unë mendoj që prind i kanë fajet. Prind do të me fol me fëmijë, do të me kqyr fëmia me kam po shoqënohet. Jo veç hajt ja bleni telefon edhe dur fëmia, duhet me përcjell fëmin. Përveç se ndoshta një fëmijë mund t'i dërgon shumë të këqija një prindit në shtëpi. Çaj fëmijë nëse nuk i dërgon të këqija në shtëpi, e bën dikon mu një keq. Domethënë aspektet ndryshme. Prandaj kisha bo një lutje, me qenë se u lidh kjo bisedë, edhe jem prind që të dy, kisha bo një lutje të krejt prindrit që të punojnë ma shumë me fëmijë, e sidomos kur është një komunikim jo i mirëfillt, një komunikim jo edukativ, është shumë e rëndë me tjetrin. Se çaj person nesër kur të rritet ka me pas problem për në punë, për shkollim, se është i papërshtatshëm për njerëzit. E ne gjithmonë po luftojmë që shkollohem ma shumë, di ma shumë, të bëhem popull ma shumë me edukat. Jo mu krenu duke ofendu tjetrin, duke anashkalu tjetrin, se kjo ka ndodhur edhe përpara, edhe unë kur kam qenë shkollë fillore dhe jo ndallu edhe nxënësat cilët i kanë prind në pozit, apo nxënësat cilët kanë pas pare ma shumë. Edhe ai shkreti që nuk ka pas, ajo është dash s'ka pas as shoqni, as përkrahje. E kjo vazhdon me ndodhë akoma. Me të vërtetë është shumë e rëndë. Po shpresojmë që do të përfundoj, shpresojmë që do të ndryshoj kjo edhe sadopak këtë bisedë do të ndikon te disa prind, për shkak se po thojmë jemi të nxanën, jemi me punë të lodhën edhe nuk po merrem shumë me familjen.